Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu ssalati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut plot fuqishmit mëshiruesit, falënderimet I takojnë vetëm Zotit gjithësisë, paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi dashmin e tij Muhammedin alayhis salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut, avash avash, I bim me fillu kursin e ri, mësimin e ri, të leximit të Kuranit. Po inshallah do e kena I çik më të veçantë këtë kurs, sepse në fillim, në hyrje, do marrim një hadith profetik, 5 minuta, jo shumë. A kuptoj që të përfitojmë edhe I diçka tjetër, përveç, domethënë, gërmave të Kuranit. Mirë, duke qenë se sot është mësimi I parë, më shumë do ndalemi tek vlera e Kuranit, pastaj herë të tjera domethënë do zgjedhim në një hadith që edhe përfitojmë diçka. Ndoshta, nëse arrim me sukses mbylljen e kursit, kena dy opsione, ose do ndalemi pak ke përsosmëria e shqiptimit, është si më thon një shkencë në vete, quhet tajwid, domethënë përsosmëria ka domethënë ke parasysh ti mund ta zish mishin shumë mirë po nëse nuk I ke hudh kryp, nuk ja nin shijen ashtu si duhet. Pra, ti e mëson lidhjen e gërmave, bashkimin, leximin, mirë po nuk I jep atë intonacionin, atë hakun e vet që ka gërma, shqiptimin e plotë të gërmës ose ke bashkimi I tingujve, ka dhe ajo atë stilin e vet, marifetin e vet që I jep bukurinë leximit të Kuranit. Fjala më e mirë, do të thonë nga shprehit që neve flasim, që neve shprehim, që neve komunikojmë, a kupton? Më e mira gjë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Më madhështori është Zoti I gjithësisë, krijuesi. E çdo gjë që vjen prej krijuesit është më e mira, është më madhështoria. Dhe Zoti shqyr Allahu subhanahu wa taala e ka bërë Kur'anin të veçantë. Ashtu si kurse është edhe Allahu subhanahu wa ta'ala krijuesi I gjithësisë, më I madhërishmi, më I larti. Ashtu është edhe fjala e tij, Kur'ani që e ka zbritur në tokë. Allahu me madhninë e vet, këtij Kur'ani I ka dhënë omëlsinë. Këtë Kur'an e ka bërë të lehtë. Prandaj thot në Kur'an وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. E kemi bërë Kur'anin të lehtë për të mësuar. A nuk do më thonë e bën kjo robin të meditoj, të reflektoj? Shikoni, sa janë numri muslimanëve në botë? Ke 2 miliardë. A pse vallë të gjithë të 2 miliardë? Janë të gjithë arabisht folës? As pak. Përkundrazi, arabisht folës prej tyre, sa janë arabët? 400 milion? 500 milion? Po shumë bukur. Po pjesa tjetër, nuk që kanë arabë. Po mirë, shtojmë edhe 100 milion tjetër që kanë mësu gjuhën arabe. Mbi fjala. A kuptoj që ndoshta nuk janë deri në këtë gradë. Atëherë, sa që kanë? Po mirë, po ata të tjerët, nuk pas ka asnjë që lexo ka Kur'an prej tjerëve? Përkundrazi. Ka shumë prej tyre që lexojnë Kur'an. E lexojmë Kur'anin me gërmat arabe ashtu sikurse e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk e din gjuhën arabe. As pak. Atëherë si ka mundësi, si e mësoj? Ke parasysh ti të lexosh një libër, një diçka, edhe ti nuk e din kuptimin, nuk e njeh. Ti po lexon, domethënë, në gjuhën tonë sikur po lexon një gazetë, ose një libër, ose një roman. Edhe ti nuk e kupton fare atë. Përveç kësaj, ti nuk I ndahesh atit, lidhesh me te. Pa nuk të regon kjo që është mrekulli? Kur'ani vetë është mrekulli? Prandaj, neve shikojmë nga cep botës që e mësojnë Kur'anin, e lexojnë Kur'anin, edhe pse nuk ja din kuptimin. Sepse është fjala e Allahut, është diçka madhështore, nuk është fjalë robi që të bezdiset. Ne falemi për ditë, dhe për ditë e lexojmë surën Fatiha, nuk bezdisemi. Për
Përkundrazi. Kjo na tregon shumë mirë madhështinë. Unë nuk kam pse të flas për të tjerët, unë kam pas babin tim. Babi me parametrat e sotëm ka qenë analfabet, nuk ka pas ditë me shkruajt e me lexu. Edhe gjuhën shqipe nuk ka pas ditë me lexu. Vetëm e ka pas mësu, si memorje, vetëm atë, jo diçka tjetër, me vludi. Historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ka pas jenë në Shqip. Vetëm atë e ka pas si të memorizu. Edhe atë u mundon të me lexu shpesh, që ta mante mend, sepse e harron të zdinte me lexu. Nëse doja jepshe me shkrim tjetër nga ajo që ai e kishte fiksuar, nuk do e lexonte dot. Dhe baba im, kur ishte i ri, diku ke 13 vjeç, zbriti nga fshati, ke xhamia Dina Hoxha, dhe mësoj sa 3 muaj. Sa me lexuj që i Kur'an. Ama ma 3 muajshin jetoj gjithë jetën edhe në kotën verit. Ka pasi Kur'an vogël, do e tregoj se e kam tu, herës tjetër, inshallah do e tregoj. E fuste ke xhepi xhakedës, dhe shkonte ke puna natën, roi natën edhe lexonte me te. Se nuk e bezdiste, nuk e shikonte njëri. Sepse ka qenë ndalume, praktikimi i fesë ka qenë ndalu. Gjush Fadili e di fare mirë këtë gjë. Edhe pra ka qenë ndalu, ama e lexonte, ishte i lidh, edhe çfarë thonte, ma i si tani, kur thonte mu, po të ma heqësh Kur'anin, më ke heq shpirtin. Ky është një që unë kam jetu. Po sa kanë bot miliona të shumë që i shef për kushtu në lexim Kur'ani. Kush e bon më vlla, ti, ai se kupto, habitesh, ore, po ti se kupto këtë, si e lexoke. Është lidh shpirti, sepse është fjala Allahut subhanahu wa taala. Njëri nga thirrsat nga Arabia Saudite kishte shku në Australi. Dhe atje kishte boj provë. Me disa venali aty. Ishte thonë, mirë ishte thonë. Do të them 2 fraza, po me këndime të ndryshme. Dhe një herë i lexoi Kur'an. Herës tjetër i tha poezi, po me tingull Kur'ani. Sikur po lexonte Kur'an. Po arabisht për arabisht, e ke parasysh, domethënë ty tingulli do të duket i saj. Jo, thot. Ajo ishte tjetër. Kjo është tjetër, nuk janë njësoj, thot. Janë të ndryshme. Pra është e mahaniqme. Fjala Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj neve jemi duke mundu, ne shpesh herë kemi bërë kurse, sepse është shumë e madhështore për besimtarin të di ta lexoj fjalën e Allahut ashtu sikur se ka zbritur. I dashmion alayhi salatu wassalam, çfarë thot? Kur na don me na tregu neve, domethënë se sa shumë sevape ka leximi i Kur'anit. Leximi, vetëm këndimi i Kur'anit, se sa shumë sevape ka. Thot profeti alayhi salatu wassalam, një gërm e Kur'anit, për çdo gërm të Kur'anit ka 10 sevape. Dhe dha shembull. Kur domethënë që me i tregu që nuk është fjala, po çdo gërm e Kur'anit. Dhe tha, dhe unë nuk them kur ndigjojmë neve, nëse vejmë surën Bakara, me ndigju, do filloj ajo duke thënë Bismillahirrahmanirrahim, Elif Lam Mim. Elif Lam Mim. Ky është tingulli i parë që fillon surja Bakara. Çfarë thot profeti alayhi salatu wassalam? Unë nuk them Elif Lam Mim është 1. Domethënë ti merr 10 sevape. Por se kur thua Elif, morë 10 sevape. Kur thu Lam, gërma 2 L-ja, merr 10 sevape. Kur thu Mim, M-ja, merr 10 sevape, pra 30 sevape. Kur themi ne Bismillahirrahmanirrahim, që këtë fillon surja Fatiha dhe çdo surë e Kur'ani përveç surës Tauba, kjo ka 19 gërma. Atëhere 19. Herë 10, shkon 190. Kaq? Jo, është e çuditshme. Për Zotin është e çuditshme. Çfarë thot me hadith tjetër i dashmion alayhi salatu wassalam? Ne e kishim për me thonë një hadith, por na duhet me thonë disa hadithe, sepse këtu jena në hyrje. Çfarë thot profeti alayhi salatu wassalam? Thot ai i cili e lexon Kur'anin
po në gjuhën tonë gëkmëk, me vështirësi, me siklet, e ka shpërblimin 2 fish. Pra, nëse neve tham për çdo gërm, 1 gërm, baraz 10 sevape. Shumë bukur. Ai i cili e lexon Kur'anin me vështirësi, e ka 1 gërm, 2 fish, e ka baraz, 20 se bom A, 20 sevape. Pra 2 fish. Kursa ai i cili i rrjedh goja në leximin e Kuranit, ai është me melajket. Pra Zot shqyqyr, tashti, ai lexuesi Kuranit nuk qeka thjesht me 10, i bi me qenë ose do jetë me 20 nga që e lexon me vështirësi, ose do jetë me melajket, sepse e lexon rrjedhshëm. Pra qeka i qik më shumë ky muhabet. Pastaj thot në hadith tjetër ku thot profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon neve shpërblimin e punëve, do të thonë shpërblimin e punëve, do të thonë më e pakta është me 10 sevape. Mirë po, për shkak të njëjtit mirë, atëherë mund të shkoj një vepër e mirë, mund të shkoj deri në 700. Deri në sa? Deri në 700. Pastaj çfarë thot? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allahu ja shumë fishon për te i kësaj infinit. Infinit do më thonë e pa ditur. E pa ditur. E pa përcaktuar. Atëhere, do më thonë, filloj me 10, po s'qeka me 10, se o do jesh mirë, o do jesh dobët. Pra, o do jesh i zët, o do jesh me melajket. Mirë po dhe kjo i zëtja, paska gjasa që të shkoka deri në 700, sepse ti je i lidhur, je me shpirt, e lexo me gjithë zemrën, e lexo me gjithë shpirt fjalën e Allahut subhanahu wa taala, edhe shkoka e ke 700-qa. Përkundrazi, e kaloka dhe 700-qat, sepse hyn tek pjesa e papërcaktuar që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala si shpërblim për besimtarin. A e shikojmë neve se sa shumë sevape na hikan vetëm me leximin e Kuranit, se ka i diçka. Vërtet është e mirë që të ulesh me lexu Kur'an, mirë po, ti këtë shpërblim mund ta marrësh edhe ke puna, edhe kur hikën, edhe kur lëviz. Ashtu sikur se është edhe përmendja e Allahut. O vllai, po unë nuk jam hafiz Kur'ani, nuk di shumë Kur'an, po di surën Fatiha, po di surën Ikhlas, kul huwallahu ahad, po di ajeti kursien Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, po di surë tjetër, po ja, përsëriti këto sure. Kur bën dhikrin e mjesit, kur bën dhikrin e mbrëmjes, kur shtrihesh me fletë gjumë, do më thonë ato pak sure i përsërit. Pra, kena mundësi neve me e marë sevapin. Mirë po ka i gjo. Robi nuk duhet të rri me pak. Do më thonë, jo cekët, po të mundohet robi. Neve, kur, s'kena për të bëjt gjithë hoxhallar, s'kena për të bëjt gjithë hafiza Kur'anit, ore ndoshta po, se nuk ka gjotë pa mundur, ama e rëndësishmja është që ne të jemi në rrugën e duhur. Jo në rrugën do më thonë, duke i kthy shpinën, po të hecim, të mundohemi. Kështu që, inshallah, avash, bashkarisht, dhe hecim nga i qik, nuk dhe hecim shumë, dhe shpresojmë që mos na gjejë Ramazani, vetëm se duke ditur, do më thonë, me i lidh fjalët, me lexu sa do pak Kur'an. Kjo ishte si hyrje, inshallah. Paka shumë, në vend të atij hadithit që do e përmendim fillim. Unë nuk e di, ti ke mësuar me lexu? Ke mësuar? Në rregull. Kjo mund t'i bësh i përsëritje në mënyrë që ti kapësh, plotësosh ato mangësi që ke, edhe pastaj nuk ke nevojë më me pyet 2 herë kur i thon. Inshallah. Tani, inshallah fillojmë avash hym ke mësimin, ne do i marrim nga pak gjërat, nuk do hecim shpejt. Kena mundësi, do të thonë, 1 gërm, 2 gërma, sipas mundësisë, e rëndësishme është që neve do të thonë ti rrënjosim dhe ti fiksojmë. Nuk është puna do të thonë me hik. Edhe sepse na ngel edhe incizimi që po e bëjmë, se ka shumë vëllezër që
kërkojnë, mësime, ndoshta e ndryshojmë i qik, i modifikojmë kaj qik këto mësimet, edhe të incizumet, në mënyrë si me gjetë mënyrën që me e kuptu më mirë, me e thith më mirë mësimin. Tani, gjuha arabe, me të cilën ka zbrit Kurani famëlar, ka 29 bashkëtingëllore të shqiptuara. Kemi 29. Të gjitha këto janë bashkëtingëllore, gërma pazëshme. Në rregull, bëjmë një hyrje neve dhe pastaj do i marrim me detaje. 29 bashkëtingëllore. Kurani ose gjuha arabe është për gjuhëve semite, të cilat, janë ato degët e gjuhëve, të cilat, ndoshta pjesa më e mirë e tyre shkruhen nga djatha në të majtë. E kundërta e asaj latines që neve kemi, ose gjuha shqipe, indo-europiane të tjera, që shkruhen nga majta në të djathë. Jo, neve gjithmonë do ta fiksojmë që neve çdo gjë në Kur'an, në arabisht e kemi nga djatha në të majtë. Në këtë mënyrë, do fillojmë ka këtej. Edhe abetaren, librin që kemi, po në të njëjtën gjë e kemi. E hapim fletimin, merre po deshë vllai, merre libër edhe për kalamajt. Ja ku i ke. Edhe i kemi nga djatha në të majtë. Në mënyrë që neve t'i bëjmë edhe praktik, fiksimi, sepse shpesh herë, nëse do ishte si me shqipen, do e kishim do ngatroshim edhe në Kur'an. Mirë po, në këtë mënyrë e kena bë dhe hapjen e librit abetares, në këtë mënyrë që ta kemi më të kollajt neve me punu me te. Shumë bukur. Pra thamë, e para kemi 29 bashkëtingëllore. E dyta, thamë që është nga gjuhët të cilat shkruhen nga e djatha në të majtë. Pra, do me thonë, themi, gërma parë, gërma dytë, gërma tretë, gërma e katërt. Pra, do vim në këtë mënyrë. Kështu do vim me gërmat. Shumë bukur. Tani, sot, inshallah, do marrim vetëm zanoret. Pse i japim zanoret? I japim zanoret para në mënyrë që ne çdo gërm që ta marrim, ta shqiptojmë me të treja zanoret. Që janë, arabisht ka 3 zanoret shkurtra, 3 gjata. Ta shqiptojmë me zanoret, sepse në këtë mënyrë neve i bëjmë më së miri praktik. Pra duke marrë zanoren para, morëm një gërm, e shqiptojmë me zanoret. Morëm 2 gërma, shqiptojmë me zanoret dhe shikojmë të formojmë ndonjë fjalë. Morëm 3 gërma, kena mundësi me formu fjalë akoma më shumë. Edhe kjo neve na e lehtëson edhe na rrënjos. Në këtë mënyrë, neve edhe fiksojmë zanoren, edhe fiksojmë gërmën. Së është më e lehtë kur neve bëjmë praktik. Dhe inshallah, na betare, neve fjalët që i kemi, ka betarja, i kemi të gjitha fjalë nga Kurani. Pra praktikën që neve bëjmë. Në përgjithësi, se këtu mund të përmendim edhe fjalë gjuhësore, thjesht për t'i bërë praktik fjalës, edhe fjalë gjuhësore, mirë po kjo neve do na lehtësoj, edhe do na forcoj neve tingullin, edhe shqiptimin e tij. Tham neve që përmendëm që kemi 3 zanore të shkurtra. 3 zanore të shkurtra. Ato janë shenja, jo shkronja. Neve në shqip zanoren e kemi shkronjë. Aja është zanore dhe shkronja e para alfabetit. Kemi eja, është zanore dhe është shkronja alfabetit. Kurse në gjuhë, në arabisht, neve zanoret nuk i kemi pjesë përbërëse të alfabetit. Ato janë shenja që shoqërojnë gërmën dhe që bëhet e mundur leximi i tyre. Kush është shenja e parë? Shenja e parë është një vizë e pierrët, shikoj. Vizë e pierrët, e cila shkruhet mbi gërm. Si do shqiptohet kjo? Kjo do shqiptohet pak a shumë si eja në shqip. Po jo e holl, neve në shqip e kemi pak e në të holl. S'ka problem se do ta tregojmë se si do përdorosh me librin, inshallah. Kemi vizën sipër, që shkruhet mbi gërm. Si do shqiptohet ajo? Ajo do shqiptohet pak a shumë si eja në shqip. Po ne e kemi të holl. Në arabisht është pak më e plot. Pra nuk do hapen, shqiptimi nuk do bëhet horizontalisht, po do bëhet vertikalisht. Do themi e.
jo e, jo sikur qeshin. E, jo a, as o, me rumllakos jo. E, pak më e plot si e. Jo e holl, neve mund të na shkon e herë se e kemi gjuhën tonë që e kemi e në holl, a kupta? Kjo. Pastaj do marrim, do të thonë edhe detajet e saj. Po si kjo, tham, viz e pjerrët e shkruajtur mbi gërm, viz e pjerrët, zanoria e dytë e shkruajtur poshtë gërmës. Dhe kjo është e vetmja që shkruhet nën gërm. Nën gërm, poshtë. Dhe kjo me të gjitha gërmat do shqiptohet i. I. Hik buza pak poshtë. I. E plot, e qartë. Neve do i vemi qik men tyne zanorve në mënyrë që ti mësojmë shqiptimin e tyne të qartë që në fillim. Pra edhe praktikën, kur ta bëjmë me gërmat, nuk do e bëjmë kështu në përhun, sikur flasim në përhun. Jo, do mundohemi që ti bëjmë të qarta. Dhe thamë, viza sipër, u shqipton të si eja paka shumë, po më e plot e. Themi e. Jo e. Bravo, ajo që e. Jo e. Jo e, be. E. Kjo poshtë, viza poshtë, do shqiptohet i. Si do shqiptohet? I. Shif si vje e fort, i. Pastaj kemi këtë si paka shumë si apostrof, dhe kjo do shqiptohet me të gjitha u, shife, do rumllakosen buzët. U, jo, u, shif, u. Nuk dele qartë. Ne duam ta shqiptojmë qartë. U, u, bravo, ajo që themi e, i, u, e, i, u. Këto janë 3 zanoret. Inshallah, nesër, ndashtë Allahu, do fillojmë me 3 gërmat e para dhe duke i marrë edhe me zanoret përkatëse, inshallah. Allahu ju shpërblet. Kështu paka shumë në këtë mënyrë do vazhdoj mësimi. Fillimisht themi në një hadith të shkurtër, si hyrje, që me morë edhe në fajde, pastaj do marrim edhe gërmat. Ndashtë Allahu do mundohena që mësimi mos jetë i zjap, mos jetë, do më thonë, i lodhshëm në mënyrë që ta kapim sa më mirë. Po edhe për vëllezërit që do shohin videot incizimet, ta kenë edhe ata më të lehtë, do më thonë, për të kuptuar në mënyrë që t'i ndajnë gërmat. Allahu ja shpërblet. Yes.